Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Sa herë që ju dhe unë zgjedhim të bëjmë sipas mendjes tonë, duke mos e dëgjuar Zotin, do të shkojmë ashtu si Abrahami drejt Egjiptit dhe për këtë do të na duhet të kërkojmë falje. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Ne mësojmë shumë nga marrëdhënia e Zotit me popullin e Izraelit. Për shembull, kur ata pothuajse po mbërrinin në kufi të tokës së premtuar, Mojsiu dërgoi spion për të kontrolluar zonën. Shumë prej spionëve u kthyen me raporte negative dhe si rezultat, izraelitët ranë në një dëshpërim të pashpresë. Nga mungesa e besimit në pikën më kritike, kombi u detyrua të vërtitej në shkretir për 40 vjet. Sot, Dr. Stanley na rikujton se kur e vlerësojmë gjendjen tonë të bazuar në të ardhmen, ne gjithashtu mund të mos njohim planin e Zotit, edhe të vuajmë pastaj pasojat. Qëndro me ne tani edhe mëso kërkesat e besimit. Zanafilla kapitulli 12 fillon me jetën e Abrahamit, një njeri që ishte sigurisht i njohur për besimin e tij. Por një nga gjërat që më pëlqen më shumë në shkrime është se jo vetëm që na jepen karakteristikat e mira dhe cilësitë e karakterit të këtyre njerëzve të perëndishëm, por na tregojnë edhe dobësitë e tyre, brishtësia e tyre, dështimet dhe gabimet e tyre. Dhe në procesin e filtrimit, përmes gjithë kësaj, ju dhe unë mësojmë disa parime të shkëlqyera se si ta jetojmë këtë jetë. Një nga gjërat që janë shumë të vërteta në jetën e Abrahamit është dashuria pa kushte dhe pa përshkruar që i dha Zoti. Madje, me gjithë gabimet dhe dështimet e tij, Zoti e deshi shumë atë. Me gjithë gabimet, dështimet dhe shpeshherë edhe mosbesimit e tij, Zoti vazhdoi të punojë në jetën e Abrahamit dhe të realizoj qëllimin e tij. Zanafilla kapitulli 12 vargjet 1 deri në 3. Por Zoti i tha Abramit: largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh, do të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë, dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Tani, duke mbajtur këtë gjë në mendje, dua t'ju jap disa kërkesa për të mësuarit të esni nëpërmjet besimit. Mësimi i parë në shkollën e besimit është ecja dhe jetesa me besim. Gjëja e parë që duhet të mësojmë është se si ta dëgjojmë zërin e Zotit. Nëse nuk e njoh, nëse nuk mund ta identifikoj zërin e tij, nëse nuk mund ta dëgjoj, nëse nuk mund ta di se si Zoti po më flet, si mund ta di se ku do të shkoj, si mund ta di se çfarë do të bëj, si mund ta di se për sa kohë, kur dhe si, çfarë. Pra, siç e shihni, e vërteta është se Zoti ka ndërmend të na drejtojë në jetën tonë. Ai thot tek Proverbat kapitulli 3 vargjet 5 deri në 6. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Të mësosh se si të dëgjosh zërin e Zotit është shumë themelore në mësimin e të jetuarit me besim, të ecurit në rrugën e besimit, të jetuarit e jetës së krishterë, ashtu siç do të dëshironte Zoti. Kjo është shumë e rëndësishme. Cili është hapi i parë në ecjen përmes besimit? Çfarë duhet të mësosh? Të dëgjosh Zotin. Hapi i dytë është të mësosh t'i bindesh Zotit. Tani, dëgjoni çfarë i ndodhi Abrahamit, sepse sigurisht që ai u bind Zotit. Zanafilla kapitulli 12 vargu i parë. Por Zoti i tha Abramit:
largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd dhe shko në vendin që unë do të tregoj. Tere, Abrahami u nis, siç i kishte thënë Zoti. Nëse ju do të ecni dhe të ndiqni përmes këtyre kapitujve, kur Zoti thot, ja çfarë dua që të bëni. Shikojeni Abrahamin, ja çfarë bën ai. Arrin derisa të sakrifikojë të birin. Por, a e bën gjithmonë këtë? Jo. Ai nuk bën gjithmonë atë që i thot Zoti sepse nuk e dëgjon dhe i bindet Zotit gjithmonë. Abrahami në dëshirën e tij për të zgjidhur gjërat sipas mendjes së tij, çfarë bëri? Bibla thot, Abrahami zbriti në Egjipt. Tani, vajtja në Egjipt ishte një gabim tragjik për të. Më dëgjoni me vëmendje, ju lutem. Ai mori diçka në Egjipt që nuk e harroi kurrë. Diçka që i shkaktoi probleme gjatë gjithë jetës. Mori diçka që jo vetëm i shkaktoi probleme atij, por që prej asaj kohe i ka shkaktuar probleme botës mbar. Abrahami mori Hagarin për shërbëtore, që ishte një grua egjiptase. Çfarë ndodhi? Ai mori më tepër se ç'duhej të merrte. Sa herë që ju dhe unë nuk e dëgjojmë Zotin dhe drejtohemi për në Egjipt, duke shfaqur mosbindjen tonë ndaj tij, futemi në të lashe. Egjipti mund të duket joshës. Ai mund të duket si zgjidhja e problemeve tona. Mund të duket si mënyra për të plotësuar nevojat tona. Dhe e dini çfarë ndodh? Kur arrini në Egjipt, duke mos dëgjuar dhe duke mos u bindur Zotit, kjo mund të duket vërtet mirë për një stin, por në fund nuk do të jetë ashtu. Gjëja e tretë që unë duhet të mësoj është të varem tek Zoti. A nuk është kjo jeta e krishterë? Jeta e krishterë është të mësosh të besosh atij. Nëse i besoj atij, do të varem tek ai, do të mbështetem tek ai, do të pres që ai të plotësoj nevojat e mia. Do të pres që ai të bëj për mua dhe të jetë për mua ajo për të cilën kam nevojë. Nëse nuk i besoj atij dhe nuk e dëgjoj, nuk mund ta bëj këtë. Kështu nëse mësoj të eci me besim, duhet të mësoj të eci dhe të jem në varësi të tij. Për çfarë? Ai do që ne të jemi në varësi të tij për çdo gjë. Pse? Sepse ne në jetë po kalojmë vështirësi dhe vuajtje. Dhe a e dini çfarë? Ne kemi kaq shumë nevojë për të. Kjo është arsyeja që ju e gjeni vazhdimisht Davidin të flasë rreth të thirrurit të Zotit. Pse po e thërristi Davidi Zotin? Pse po thoshte ai, o shpirti im, është kaq i trishtuar. Shpirti im është kaq i dëshpëruar. Ai foli rreth frikës. Ai foli rreth përqafimit të Zotit, kërkimit të Zotit, për Zotin që ishte me të dhe este me të, dhe duke përqafuar Zotin si parzmore dhe mburoi. Në Psalmet kapitulli 35 dhe vargu 2. Merr mburojen dhe parzmoren dhe çohu të më ndihmosh. Ai e thirrri Zotin fortesë dhe kalan e tij në Psalmin 94 vargu 22. Por Zoti është kështjella ime dhe Perëndia im është kalaja në të cilën gjej streh. Davidi kishte shumë emra për Zotin. Pse? Sepse kaloi shumë vështirësi dhe vuajtje gjatë mësimit se si të dëgjonte Zotin dhe se si t'i bindej zërit të tij. Davidi po mësonte të ishte në varësi të Zotit për çdo aspekt të jetës së tij. Kështu është e nevojshme që ne të mësojmë se si të jemi në varësi të tij. Dhe nëse do të jetojmë jetën e besimit, ne duhet të zgjedhim të varemi prej Zotit, të varemi prej tij kur ai të na flas dhe të varemi prej tij për të na dhënë fuqinë e të qenit i bindur. Pse erdhi fryma e shenjtë? Fryma e shenjtë erdhi në jetën tuaj dhe timen sepse Zoti e dinte se ne nuk mund të jetonim dot pa të. Ai donte që ne të jetonim dhe pa të ne nuk do të mund të realizonim gjërat që ai dëshironte të arrinim dhe të realizonim. Ai dërgoi frymën e shenjtë me një qëllim të caktuar. Cili ishte ky qëllim? Zoti dërgoi frymën e shenjtë që të na aftësoj të na vesh me pushtet dhe të na pajisë të bëhemi dhe të jemi persona që e kënaqin atë. Cili është hapi numër 1 në mësimin e të ecurit në rrugën e besimit? Të mësosh të dëgjosh Zotin. Hapi numër 2, të mësosh ti bindesh Zotit. Hapi numër 3, të mësosh të varesh prej Zotit. Hapi numër 4, të mësosh të presësh Zotin. O Zot, të mësosh të presësh Perëndin. Nëse unë do të dëgjoj Zotin, Zoti nuk do të më tregojë gjatë gjithë kohës dhe të thotë ngrihu dhe nisu. Shpeshherë ai do të thotë, nuk do të jeni ju që do të luftoni në këtë betejë. Zini pozicion, qëndroni pa lëvizur dhe do të shihni çlirimin e Zotit që është me ju. O Jud, o Jeruzalem, mos keni frikë,
dhe mos u tronditni. Nesër do të dilni kundër tyre, sepse Zoti është me ju. Në Psalmin kapitulli 46 vargu 10, Zoti thot: "Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi." Davidi foli se si shtrihej në krevat natën dhe meditonte rreth Zotit në qetësinë dhe palëvizshmërinë e gjithë kësaj. Nëse do të mësoj të dëgjoj Zotin, jo vetëm që duhet të jemi qetë, por edhe të mësoj të pres. A nuk tha ai: "Ki besim të madh tek Zoti, ji fort, ki zemër, ki besim të madh tek Zoti." Në Psalmin 27 vargu 14. Pastaj Isaia kapitulli 64 vargu i 4. Është nga vargjet e mia më të preferuara. Nga kohët e lashta, askush nuk kishte dëgjuar kurrë, asnjë vesh nuk kishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk kishte parë ndonjë Perëndi tjetër veshteje që vepron për atë që ka shpresë tek ai. Nëse doni të keni Zotin në çfarë do gjëje me të cilin po përballeni në jetë, duhet të prisni për udhëzimet e Zotit. Çfarë do të thotë të jesh i duruar? Kuptimi i durimit është ky: unë bëj një pushim duke pritur për udhëzime të tjera. Ky është durimi në Bibël. Të presësh për Zotin do të thotë të bësh një pushim për të marrë udhëzime të mëtejshme. Dhe shpeshherë ne bëjmë një rrëmuj të madhe të gjërave në jetën tonë sepse duam tani, pa qenë ende koha e Zotit. A ju kujtohet që ne thamë që një nga barrierat më të mëdha, një nga problemet e mëdha në të mësuarit se si të besojmë në Perëndin dhe ta ndjekim atë, është se ne duam të orientohemi nga ajo që shohim me sy tan fizik? Nëse nuk mund ta shoh, nuk mund ta bëj. Së dyti, ne duam të orientohemi përmes ndjenjave, si ndjehem unë. Nëse ndjej kjo është diçka e drejtë, në të kundërt nuk është e drejtë. Dhe së treti, ne orientohemi duke dëgjuar të tjerët. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm nga këshillat e njerëzve të tjerë. Dëgjoj se çfarë shtyu Abrahamin në një shqetësim të madh. Dëgjoni me kujdes dhe lexoni krahas meje. Zanafilla kapitulli 16 vargjet 1 deri në 4. Por Saraj, gruaja e Abramit, nuk i kishte dhënë asnjë fëmijë. Ajo kishte një shërbyese egjiptase që quhej Agar. Nga erdhi ajo? Në Egjipt, kur nuk e dëgjoi dhe nuk ju bind Zotit, ai rrezikoi jetën e gruas së tij dhe shikoi se çfarë ndodhi. Ai nuk kishte nevojë ta blinte atë Agarin. Ajo ju bë dhuratë. Shërbyesit e faraonit i dhanë Abrahamit Agarin, një nga femrat skllave. Ajo thot: "Tani unë dua që ju të shkoni me Agarin." Dhe ja se çfarë ndodh. Vargu i 2. Kështu Sara i tha Abramit: "Ja, Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë. O, futu te shërbyesja ime, ndofta mund të kem fëmijë prej saj." Dhe Abrami dëgjoi zërin e Sarajt. Ai duhet të kishte dëgjuar Zotin dhe jo Sarën. Dhe atëre, kështu pra Saraj, gruaja e Abramit, mori shërbyesen e saj Agarin, egjiptasen, dhe ia dha për grua burrit të saj, Abramit. Dhe ai u fut tek Agari, që mbeti me barë. Por kur u bind se kishte mbetur me barë, ajo e shikoi me përbuzje zonjën e saj. Tani shiko këtë. Para së gjithësh, këtu gjejmë një pastruese, një shërbyese. Kur mbeti me barë, Sara, autoreja e kësaj ideje, krejt papritur filloi ta urrej dhe bërbuz këtë grua. Më së fundi e lindi një djalë. Përfundimisht ata e përzun skllaven dhe fëmijën e saj jashtë shtëpisë. Atëre angjëlli i Zotit i tha: "Theu tek zonja jote dhe nënshtroju autoritetit të saj." Dhe çfarë ndodhi? Agari, dhurata që ju dha Abrahamit ndërsa ishte në Egjipt, shkaktoi një trazir të paparë në këtë familje. Jo vetëm kaq, Abrahami pati një djalë që i shkaktoi shumë probleme pasardhësve të tij të premtuar. Madje pasardhësit e tij vazhdojnë të shkaktojnë probleme edhe sot e kësaj dite. Ku e mori Abrahami Agarin? Në Egjipt. Ai di se çfarë? Ai nuk e dëgjoi Zotin. Nuk u drejtua prej tij. Ja pse duhet të jemi shumë të kujdesshëm se kë duhet të dëgjojmë. Ai doli para Zotit. Tani kur ju dhe unë zgjedhim mosbindje ndaj Zotit, pavarësisht se sa mirë na duket, nuk është prej Zotit. Ju nuk mund ta bëni atë që të duket siç duhet nëse nuk është prej Zotit. Ja pse është kaq e rëndësishme që ju dhe unë të mësojmë të dëgjojmë Zotin, të bindemi Zotit, të varemi prej Zotit dhe të mësojmë të presim për kohën e tij. Rikujtoni se nëse Zoti thot prit, Zoti në mençurinë e tij të pafund e di se kjo nuk është vetëm shumë e mirë për Zotin, por edhe për ne. Nëse thot prit, e ka patjetër një arsye dhe nëse zgjedh të mos pres, nuk do të marrë atë që pres.
Nëse pres, do të marrë më të mirën që ka Zoti. Ai tha Abrahamit: "Ti do të kesh një shpërblim të madh, por duhet të më dëgjosh, të më bindesh, të varesh prej meje dhe të presësh për ditën time." Tani, nëse unë do të mësoj të eci në rrugën e besimit, para së gjithash duhet të mësoj të dëgjoj Zotin. Së dyti, të bindem Zotit. Së treti, të varem prej Zotit. Së katërti, të pres në Zotin. Dhe së pesti, duhet të mësoj të pranoj gabimet para Zotit dhe të mësoj prej tyre. Shumë mirë. Mendoj se është tepër e dukshme në jetën që bëri Abrahamit. Sepse nëse shikoni në jetën e tij për një moment, prova e tij e parë dhe e rëndësishme ishte kur Zoti i tha: "Lër familjen tënde, miqt, tokën tënde dhe ik. Unë do të them ku të shkosh dhe si të mbërrish atje." Kjo ishte një provë e madhe. Atëherë Zoti tha: "Unë do të të jap një djalë." Një tjetër provë e madhe ishte: "Prit për mua." Abrahami nuk priti për Zotin, kështu që e humbi atë shans. Dhe atëherë erdhi tek prova e madhe finale. Tani dëgjoj me kujdes. Shumë prej nesh kanë një ide se pasi shkoni përmes disa momenteve vërtet të vështira, mendoni: "Jam shumë i kënaqur që ishte me kaq. Nuk ka më keq." Po mund të ketë më keq se kaq. Ndoshta thoni: "Zot, më jep pak pushim." Shumë mirë. Ai do të na jap pak pushim. A e dini, Zoti na do shumë dhe ai nuk do të na lërë ne të qëndrojmë në nivelin e 7, kur ai ka nivelin e 8 për ne. Tani le të shohim tek Zanafilla, kapitulli 22, vargjet 1 deri në 10. Isaku, djali i premtuar, përmes të cilit do të vi Mesia, kishte lindur. Ai thot: "Mbas këtyre gjërave Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha: Abraham." Ai u përgjigj: "Ja ku jam." Ai di se çfarë? Unë e di se ky njeri ka mësuar të dëgjoj. Ai përgjigjet: "Ja ku jam." Abrahami po jepte provimin e fundit për testin e tij të besimit. Dhe Perëndia tha: "Merr tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun. Shko në vendin e Moriahve dhe sakrifikoje në një nga malet që unë do të të tregoj." Jam i bindur se Abrahami do të jetë tronditur shumë. A kishte mësuar Abrahami të dëgjonte Zotin? Ja ku jam. Ai kishte mësuar të bindej Zotit. Shiko në vargun tjetër. Kështu Abrahami u ngrit herët në mëngjes, i vuri Samarin gomarit. Shiko sërish në vargun e dytë dhe ai thot: "Merr djalin tënd." A mësoi ai të dëgjoj? Po. Mësoi të bindet? Mësoi të varet në Zot? Mësoi të pres Zotin? Po. Kështu Abrahami u ngrit herët në mëngjes, i vuri Samarin gomarit, mori me vete 2 shërbyes dhe të birin Isak dhe çau dru për sakrificën, pastaj u nis drejt vendit ku i kishte thënë Perëndia të shkonte. Ditën e tretë, Abrahami ngriti sytë dhe pas largu vendin. Atëre Abrahami u tha shërbyesve të tij: "Rrini këtu bashkë me gomarin. Unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë. Pastaj do të kthehemi pranë jush." Tani e di se Abrahami është pothuajse gati të diplomohet në shkollën e besimit, sepse kjo është prova e rëndësishme për dashurinë dhe për kushtimin e tij ndaj Zotit. Ky djalë që po e kërkonte prej shumë vitesh. Abrahami ishte 100 vjeç kur lindi Isaku, biri i premtuar. Dhe tani Zoti që ja dha në mënyrë të mrekullueshme, po i thot: "Unë dua që ta marrësh djalin tek mali Moria dhe ta sakrifikosh për mua." Por shiko se çfarë ndodhi. Sërish vargu i 5. Atëre Abrahami u tha shërbyesve të tij: "Rrini këtu bashkë me gomarin. Unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë. Pastaj do të kthehemi pranë jush." Dhe nëse lexoni këtë në gjuhën origjinale hebraike, dhe do të adhurojmë, pastaj do të kthehemi pranë jush. Çfarë do të thoshte me këtë? Besimi i tij kishte prekur hapin final. Ky është djali i premtuar. Zoti thot: "Përmes këtij fëmije të gjithë kombet mbi tokë do të bekohen. Nëse sakrifikoj djalin tim, Zoti do ta ringjall nga vdekja pikërisht tani." Ndaj ata u larguan së bashku. Kështu Abrahami mori drut të sakrificës dhe i ngarkoi Isakun, birin e tij. Pastaj mori në dorë të vet zjarrin dhe u nisën rrugës që të dy.
Dhe Isaku i foli atit të tij Abraham dhe i tha: Ati im. Abrahami ju përgjigj: Ja ku jam, biri im. Dhe Isaku tha: Ja zjarri dhe druri. Po ku është qengji për sakrificën? Përqëndrohuni këtu. Abrahami u përgjigj: Djali im, Perëndia do ta siguroj vetë qengjin për sakrificën. Dhe vazhduan rrugën të dy bashk. Kështu arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar dhe atij Abrahami ndërtoi altarin dhe sistemoi drut. Pastaj e lidhi Isakun, birin e tij, dhe e vendosi mbi altar si për druve. Pastaj Abrahami shtriu dorën dhe mori thikën për të vrarë të birin. Për të gjithë ne vijnë disa momente kritike vendimtare në jetën tonë. Kritike vendimtare me pasoja që as ju dhe as unë kur nuk kemi të aftë t'i parashikojmë. Nëse nuk e dëgjojmë Perëndin, do të shpenzojmë gjithë jetën duke kërkuar falje për këtë. Abrahami e ka kaluar testin e besimit. Ai është diplomuar dhe Zoti i foli nga parajsa. Por angjëlli i Zotit thirrri nga qielli dhe i tha: Abraham, Abraham. Ai u përgjigj: Ja ku jam. Angjëlli i tha: Mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që ti trembesh Perëndis, se nuk më ke refuzuar birin tënd, të vetmin bir që ke. Le të supozojmë se ai nuk do ta kishte dëgjuar në këtë moment. Por mua kjo do të thotë se sa e rëndësishme është të dëgjosh zërin e Zotit në ecjen tonë me besim. Ma tregon se sa e rëndësishme është që të rrim larg Egjiptit. Ne duhet të jemi shumë të ndjeshëm ndaj zërit të Zotit, që kur ai flet, ti përgjigjemi ashtu si Abrahami: Perëndi, ja ku jam. Po të dëgjojmë me vëmendje, i gatshëm të bindem, i vullnetshëm të varem te ti, i vullnetshëm të pres për kohën tënde, i vullnetshëm të rrëfej gabimet e mia, fajet e mia dhe mosbindjen time. Jam i gatshëm të kërkoj falje për to, në mënyrë që të mësoj se si të eci në rrugën e besimit. Bindja në vazhdimsi në të gjitha gjërat duhet të jetë mënyra e jetesës së besimtarit. Por janë disa momente vendimtare, disa situata që mund të të ndryshojnë rrugën, kur është absolutisht themelore që të dëgjojmë me kujdes, edhe të bindemi në mënyrë të përpikt udhëzimeve të Perëndisë. Pavarësisht se mëshira e Zotit është gjithnjë e pranishme, madje edhe për gabimet më të rënda, kur nuk ecim në rrugën e tij, vijnë shpesh pasoja të rënda. Në programin e ditës së sot me Dr. Charles Stanley na nxit që të mësojmë nga shembulli i Abrahamit edhe të këshillohemi me Zotin për çdo vendim që marrim. Prova e vërtetë e besimit ton është e dukshme kur të gjitha burimet tona mbarohen edhe nuk kemi asnjë mundësi tjetër veç Zotit. Gjithsesi, Zoti nuk do që ne të presim për këto momente të vështira para se të mbështetemi tek ai. Ai do që të ecim çdo ditë brenda tij me një besim të përsosur. Atëherë kur shfaqen vështirësitë, mund të përballemi duke u mbajtur në dorën e të dashurit ton, Atit qiellor. Rikujtoni fjalët inkurajuese tek Psalmi 105:4-8 kur thuhet: Kërkoni Zotin edhe forcën e tij. Kërkoni vazhdimisht fytyrën e tij. Mbani mend çuditë që ai ka bërë, mrekullitë dhe gjykimet e gojës së tij, ju, o pasardhës të Abrahamit, shërbëtorit të tij, o bijtë e Jakobit, të zgjedhur të tij. Ai është Zoti, Perëndia ynë. Gjykimet e tij janë mbi gjithë tokën. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.